Po, hajde të shofim. Urda. 3 ditë menstruacioni, mos 3 ditë unë dalë. Kemi drejt marrëdhënie të seksuale. Nëse Ne pastër, për punët e jo pastër, nuk o pastër. pastër e ka. Janë dalë 3 ditë s'ka, shembull. 3 ditë nuk ka, Po, bardh nuk ka pa. po, Është haram. 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 Do të thënë ajo konsiderohet se është në cikël. Po mbas 10 ditë, vonë 10 ditë. Edhe në bazë të ditëve sa është Ka problem. pak ka menstruacione. Atër nuk ka menstruacion, ajo është e istihadha. Kje drejt. Po, atë kje drejt. Po. Kje drejt marrëdhënie seksuale, po ende nuk je la. Nuk është la gruaja, i ka bo, janë pastru, bardh. Nëse i kalon një namaz, Po, nëse i kalon kje drejt. Edhe pse më herë është duhet la. je pastrau. A kje drejt marrëdhënia, më gruaja nuk ka la ende. Ka la kje drejt. Nëse i ka kalon një namaz, edhe e kalon namazin, e kalon namazin. Sa bajnë se ne ka fale kalon, hajtë tu la, hëndë la, hëndë la. Atëherë dhe më thënë po. Nuk ka la që i gjaki, më të si i domshëm. Mundët si, nuk mundët tjese. Më tona, do të bësh. Djetarët thonë se, çka do të thotë kjo nëse i ka kalon një namaz? Jo se arsjetohet nëse i ka kalon një namaz, dhe më thonë shumë punë të merë pa baje. Jo, ajo ka bo shumë punë të keqe. Kaza i ka mbet. Ka përgjegjësi të madhe, po shembull i ka kalu. Kjo kur i kalon një namaz, ajo do të thotë se ka është pastru. A më kupton? Domethënë ai gjaku i keq është ndërpre dhe një kohë bukur 2 orë, 3 orë, domethënë është pastru. Sa ajo pastrohet. Ajo e bardha pse del? Bardha shenjë se o pastron. Shenjë se pastron, edhe pastron. Po. Po. Vetëm pas të se ka drejt bëjë marrëdhënie seksuale pa la nëse i kanë në namaz. Apo sa të përgjigje. Po pse s'ka drejt të bëjë marrëdhënie seksuale pa i kanë kur në namaz? Se nuk është pastruar ende. E kupton? Bardha duhet kalo, duhet Një kohë namazit, që A, kohë drejt. pastë të fale O namaz. gjë, e bardha duhet të arrijë një kohë normal. deri në namaz. Pa, me siguri se që atë është puna do të thënë e dietarëve që e kanë thënë ashtu. Hanefitët çfarë thonë?